Spërkatja me një substancë të pa identifikuar dhe të mistershme ka shkaktuar këtë të hënë kaos në Tokyo, në një nga lagjet qendrore turistike dhe luksoze Ginza, ku rreth 20 persona janë shtruar me shpejtësi në spital pasi kanë nuhatur për mbajtjen likuide të hedhur në brendësinë dhe në pjesën e jashtme të godinës së një qendre tregtare në këtë lagje. Po, një burr spërkati me substancë brenda dhe jashtë godinës dhe shkaktoi më pas në lëndimin e 20 personave që u shtruan në spital me simptoma të marramendjes dhe të vjedhave pas raportimit për një erë. Madje një grua tha se menjëherë pasi pa burrin të spërkaste me këtë likuid të pa identifikuar nisi të kishte probleme me fytyn e saj. Rikujtojmë se sulmet herpasershme me thik ndodhin në Tokyo, një nga ato më të trishta dhe shokuese të viti 2022 ku ish kryeministri i vendit Shinzo Abe u vra në rrugë. Japonia mbetet e tronditur madje edhe nga një sulm i vitit 1995 kur antarët e një kulti të quajtur Aum Shinrikyo lëshuan gansari në trena duke marrë jetën 14 udhëtarëve dhe duke plagosur më shumë se 5.800 të tjerë. Më 20 mars 1995